Niveli i borxhit publik në vendin tonë nuk është problematik. Kreu i qeverisë Ali Berisha deklaroi se Shqipëria përballoi me sukses krizën ekonomike dhe të njëjtën gjë do të arrijë edhe me nivelin e borxhit publik. Kryeministri Ali Berisha ndër të tjera premtoi se do të merren të gjitha masat në mënyrë që të mos ketë rritje të nivelit të borxhit mbi 57% që është aktualisht dhe se do të bëhet çdo gjë që të zvogëlohet. Borxhi shqiptar nuk është problematik. Borxhi shqiptar është 59% dhe do mbetet kaq. Borxhi shqiptar është një borxh benin, 35% e tij janë në lek dhe tjetri është në institucionet publike financiare ndërkombëtare. Por, pavarësisht nga kjo, edhe në kontrollin e borxhit, me gjithë nevojat që kemi, ne do bëjmë gjithçka. S'parit mos rritet. Së dyti, sa po të na jepet mundësia e parë të kompletojmë 2-3 projekte të mëdha që kemi në infrastrukturë. Do bëjmë çdo gjë që borxhi të zvoglohet, rejtingu i sistemit bankar shqiptar të përmirësohet. Kryeministri Berisha përmendi faktin se tashmë situata ka kaluar nga kriza e flluskave financiare në krizën e borxheve që është një krizë më e thellë, jo se është më e madhe në përmasa, por se përmasat e sektorit publik janë më minoren e krahasuar me gjigantizmin e sektorit privat.